Pas dasmës simbolike mes Klodianit dhe Elionës brenda shtëpisë së Big Brother, atmosfera që fillimisht ishte festive dhe emocionale, shumë shpejt u shndërrua në tension dhe debate të forta. Ajo që pritej të ishte një moment bashkimi dhe gëzimi për çiftin, u kthye në shkëndijën që ndezi një përplasje të ashpër mes Elionës dhe Labinot Regës, duke trazuar jo vetëm banorët, por edhe opinionin publik. Këngëtari nuk i kurseu akuzat ndaj Elionës, duke e vënë në dyshim rolin e saj në lojë dhe duke pretenduar se ajo nuk ka një strategji të mirëfillt brenda formatit. Sipas tij, e gjithë prania e Elionës në shtëpi është ndërtuar vetëm mbi historinë personale dhe raportin e saj me Klodianin, pa asnjë kontribut tjetër në dinamikat e lojës. Ai e akuzoi hapur se po e përdor këtë marrëdhënie si mburoj për të qëndruar në lojë. Debati mori përmasa edhe më të mëdha gjatë spektaklit prime, ku përballja mes tyre u bë edhe më e ashpër. Në një moment, Labinoti e quajti Elionën të pandershme, duke thelluar akoma më shumë konfliktin dhe duke sjellë reagime të forta nga banorët e tjerë. Historia jote të ka sjell këtu ku je, ti nuk ke lojë. Ti ajo femra që e prish një çift, u shpreh ai me tone të ashpra, duke lënë të kuptohet se Eliona po ndikon negativisht në marrëdhëniet e të tjerëve. Nga ana tjetër, Eliona reagoi menjëherë, duke mohuar kategorikisht çdo akuzë dhe duke akuzuar Labinotin se ishte ai që e kishte futur këtë narrativ brenda shtëpisë. Ajo kërkoi sqarime për termin viktimizim që ai i atribuonte dhe theksoi se asnjëherë nuk e kishte përdorur moshën apo emocionet për të fituar simpati. Ti e ke sjell brenda këtë histori. Kur jam mbrojtur unë, mas qaro fjalën viktimizim. Më trego kur kam qarë në debate me ty nuk e kam përdorur moshën për pro apo kundër. Asnjëherë nuk jam viktimizuar, deklaroi ajo, duke u shfaqur e vendosur dhe e sigurt në fjalët e saj. Situata u përshkallëzua edhe më tej kur artisti shqiptar e akuzoi Elionën se po ndërhyn në marrëdhënien që Klodiani ka jashtë shtëpisë me të dashurën e tij nga Italia. Kjo akuzë ndezi edhe më shumë debatin, duke e çuar përplasjen në ofendime të ndërsjella dhe tension të lartë emocional. Pavarësisht përpjekjeve për të qetësuar situatën, kjo përplasje nuk arriti në një përfundim apo sqarim përfundimtar, duke lënë pas shumë pikpyetje dhe duke hapur rrugë për debate të tjera brenda shtëpisë. Konflikti mes Elionës dhe Labinotit mbetet një nga momentet më të forta dhe më të komentuara të këtij edicioni të Big Brother. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.